duke folur figura publike. Absolutisht po. Për përvojën e vetë. Absolutisht. Edhe politikanë ndoshta. Absolutisht. Tani, në këtë sens, në këtë linjë të bisedës, a ke pas ti ndonjë periudhë personale kur e ke kuptuar rëndësinë e ndihmës së të tjerëve? Absolutisht po, secili i ri. Unë mendoj që secili i ri përballet në periudha të caktuara kohore, përballet me ankth, stres prej studimeve, faza të lehta depresive, pastaj ato mujnë me u shndru në gjendje më të rana depresive. Unë nuk jam ekspert i shëndetit mendor, nuk po du me u lëshu kështu në terme. Në aspektin personal. Po flas në aspektin personal. Ke folë me psikologun vetë, je konsultuar, ke pas raste? Absolutisht që po kam diskutu me psikolog të ndryshëm adje për unë para se me bo linjën telefonike, para se me punu në këtë aspekt, unë jo marrë shumë me shëndetin mendor, edhe natyrisht të nuk mënesh me full për shëndetin mendor, për dikën tjetër, pa e post të qartë, edhe pa e ditë saksisht vetën ku qëndrën në këto... A ke shku të psikologu vetë, me pa një seancë? Po kam qenë të psikologu me pa seanca, do më thonë, nuk është se kam marrë nuk kam shku kështu seanca klasike psikologjike, mirë po absolutisht që jem konsultu me psikolog të ndryshëm edhe rreth gjendjes me bisedu për problemet, cilat janë problemet e trive, cilat janë problemet cilat përballemi si tri, e natyrisht që ndër të tjera kam bisedu edhe për streset e mia, për shembull gjatë studimeve që i kam pas, ose ankthët e ndryshme që i përjetojmë, për shembull pandemia ka qenë njëna prej rasteve që ka shkaktu, edhe pasojat janë edhe tash ekzistente për ata që e kam përjetu, edhe pse tash po kalojmë 5-6 vite, mirë po ka qenë një ndryshim shumë i madh i mënyrës jetesës, edhe ka ndiku shumë të njerëzit, kështu që absolutisht edhe unë pajtona që ka fillu në studio me u përmend shëndeti mendor, mirë po duhet shumë punë, edhe duhet shumë punë prej institucioneve. Me qenë se e në politikë, gjithmonë e lidh me institucionet, ajo është detyra juaj. Edhe institucionet ekzistuese për arsye që krejt këto që po i shome, vrasjet që po ndodhen, tash i kemi pas këto 3-4 ditë e fundit, shumë trona për venin. Java e fundit ishte. Java e fundit ka qenë jashtëzakonisht e ranë për Kosovën. Gjitha këto lidhen me shëndetin mendor. Faleminderit shumë Paris. Zonja, jeni të interesuar, t'ja bëj do pyetje drejt për drejta për këtë aspekt. Si përjeton humbjet ti për shembull? Humbjen e një pune, po ditë, partnerës, shokut, si përjeton? Zakonisht humbjet gjithmonë natyrisht që janë trona dhe nuk janë të mirë se ardhur, as humbja e një shokut, humbja e punës është që ndikon ty emocionalisht edhe si përjeton ta ndryshon mënyrën qysh funksionon. Unë edhe si natyrë ma emocionale dhe i përjetoj rënd humbjet. Je emocional dhe i përjetoj rënd? Absolutisht. Si ndahesh prej njerëzve? Ndahesh me një dhënje dorës, apo me një turi të varur, që them kështu me inat? Jo, zakonisht vjen ma gradualisht. Ma gradualisht? Do të me mri deri te një lind? Po, as me turi të varur, as me një dore, po vjen më gradualisht. Okej.